Bregdeti është aq tërheqës për shumicën nga ne, sa edhe në këto ditë me shi nuk mund t'i rezistojmë. Ndaj, kjo fundjavë e parë e majit ka sjellë me 10 njerëz në plazhin e Golemit. Temperaturat nuk kanë qenë të favorshme për plazh, por kjo nuk i ka penguar hotelet dhe restorantet e zonës të çelin sezonin turistik për këtë vit. Pak vrap apo një shëtitje buzdetit mjafton që rutina e përditshme të ndryshojë disi. Për të dalë nga zhurma e Tiranës është një mundësi e mirë edhe Durrësi, kështu për fundjavë. Si shumë shpesh fundjavë vim prej Prishtinë dhe kalojmë jashtëzakonisht mirë. Me Golem tërheq, pisha tërheqin, plazhi, restoranet e bukura. Për neve është interesant ushqimi i detit, se në Kosovë nuk i kemi ato. Më pëlqen, është vend i qetë. E kujt nuk ja ka ënda kur vjen në Bregdet të shijoj një peshk të freskët. Ndaj edhe stafi i hotel dhe restorant Marinës përkushtohet për të servir me cilësi dhe freski. Gjithçka është gati për të pritur dhjetra turist, shqiptarë dhe të huaj që zgjedhin këtë zonë për relaksin veror apo edhe thjesht për të kaluar një drek mes miq. Në restorant Ujvara preferohet të drekohet në verandë, me pamjen shplotëse të detit përpara. Edhe në këtë pranverë me shi, një fundjavë në Bregdet nuk mund t'i thuash dot jo.